Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa nusalli wa nusallim ala ashrafi khalqillah Muhammad ibn Abdullah al-mab'uth rahmatan lil alamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Allahun e falendrojmë me gjuhë, me zemër dhe me vepra. Falendrim që i takon madhnisë Allahut, se falendrimi mbi Allahun është i plot kur gjuha njeriu thot elhamdulillah, kur zemra e tij është mirënjohës ndaj madhnisë Allahut për mirësitë e shumta që na ka dhuruar dhe në këtë fe na ka udhëzuar, e pastaj edhe me vepra duke bë mirë me të mirat e Zotit që Allahu na ka begatuar me shumë ni'mete që nuk kemi mundësi mi numëru. Prandaj në këtë ditë të veçantë, ditë xumaje, e falenderojmë Allahun për udhëzim, e falenderojmë Allahun për nimete të shumta na ka dhënë shëndet, e na ka dhënë evlad dhe na ka dhënë mirësi të panumërta. E nëpërmjet falënderimit e lutim Allahun që Allahu të na shton të mirat në këtë botë dhe ahiret. Amin. Pastaj i çojmë salat dhe selam me pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes ti, shokëve ti dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Xhamati ndershëm, ju të pranishëm këtu e lusmi Allahun e Madh që Allahu të na falë gjunahet neve juve dhe Allahu të na mëshiron me rahmetin e tij ya rabbel alamin. Allahu të na bën nasib Jannatul Firdausin, na bën nasib shefatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mesazhi i hutbës sot është në këtë xhami. Një numër i madh i xhamatit ton janë tregtar. Allahun e lut që Allahu t'ia shton rrezikun halal. Kujdesi ndaj një lloji të kufrit. Kufër do me thonë mohem. Pse mushrikët, pse qifutët, pse zjarputistët, pse fejtë tjera i thojnë na janë mohus, e kanë mohu njëshmërinë e Zotit, na këtë besojnë Allahun. Edhe kjo është mirësia më e madhe që duhet mi thonë Allahut elhamdulillah, që Allahu na ka bën rrezik shahadetin, se nuk ka xhennet pa shahadet. Allahu i nasip na boft ya rabbel alamin. Mirë po sot mesazhi është i një lloji të kufrit. Ka kufër në fe dhe ka kufër në mirësitë të Zotit. Nuk ka gjuhë ma i keqe dhe zemër ma i keqe sa ajo gjuhë dhe ajo zemër e cila ankohet vazhdimisht. Kur ti thush si ki punë një tregtarit sot, valla s'bajnë hoxha hiç. Pa ka punë vallai, hiçbe nuk ka punë, shumë lisht, 30 vjet ai kur nuk din me thonë Allahut elhamdulillah, lisht. Bile, shpesh herë një analizë me bë të pleqve tonë kanë pas shumë ma pak, po flas standardin e jetës, po e kanë pas standardin e zemrës, ata kanë thonë elhamdulillah. Unë njoh shumë njerëz që në xhamatin ton, para 30 vjet e ka pas tezg. E pastaj ka pa një dyqan 30 metra, e sot e ka 600 metra, e sot e ka një depot 6000 metra, e sot nuk i di banesat sa i ka, e sot nuk i di numrat dhe bereqetin sa i ka. Çka i ki hallat me vëlla, ki punë, valla lisht hoxhefeni. S'ka gjuma e keqe se mi thonë Allahut lisht. Në këtë këto të mirat Allahut që na ka dhënë Zoti. Kujdes. Kufri nuk ka mi thonë Allahit s'ka Allah, vetëm. Kufër është mi thonë Allahut, lisht është. Keq jemi. Keq, a ki me hangër 3 herë në ditë? A ki kulm, po? A ki e të lashet mdaja jo? Usos. Falendra Allahun. Mohimi ndaj mirësive të Zotit është në 3 forma. Mi thonë Allahut ma emen. Elhamdulillah, shtoje elhamdulillahin, se elhamdulillahi me gjuhë është obligimi fejes. Shtoj elhamdulillahin me zemër dhe shtoj elhamdulillahin me vepra. Se Allahu në Kur'anin famëlar thot: "Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Dhe Allahun falënderoni për mirësitë që ja u ka dhënë Allahu dhe vetëm Allahun adhuroni. Allahu po thot, e lidh ibadetin me falënderimin. Nëse ti e falëndron Allahun e ke shtu ibadetin, nëse nuk e falëndron Allahun, je distancu nga ky lloj ibadeti i Allahut.
Në Kur'an, elhamdulillahi rabbil alamin, vllaf I parë është I shkruajtur në suratul Fatiha. Adem a.s. elhamdulillahi rabbil alamin. Edhe në spital mu kanë thuj elhamdulillahi rabbil alamin. Ajo ti gjithë ditën han, gjithë ditën pin, ki kerr, ki shtëpi, ki dyqan, ki familje, valla kriz hoxh, më ka rrok kriza. Pse? Se s'ke kem rrije piksënimin mu kanë milionera se ku ta di me mrin shifrat mëdhaja. Mos u shashtris. Kur prin një numri të madh, për një zengin lëki të madh, nesër bash fukaraja më I madh, sebepi është se ti nuk I thua Allahut elhamdulillah. Sebepi është që ti nuk jep sadaka dhe zeqat. Sebepi është që ti mbështetesh në fuqinë tënde dhe nuk I thu se kjo është dhuntia Allahut subhanahu wa taala. Illa in shakartum la yazidannakum wa in kafartum inna adhabi la shadid. Allahu në Kur'an thot, nëse jeni falëndërues në të mirat e Allahut, Allahu thot ja ushtoj të mirat. Kush don mi ushtu të mirat, pse shkon 10 herë në rrugë, shkon në Turqi, shkon në Kin, I merr 100 sebepe, nuk do të thotë që Allahu ta shton bereqetin. Jo, bereqetin shton kur I thua Allahut elhamdulillah. Starto me elhamdulillahi rabbil alamin nëse don të shtohen bereqeti. Shtrije dorën, jepi studentave, jepi të varfërve, jepi njerëzve, gëzoj njerëzit, Allahu ta gëzon shpirtin dhe ta pasuron zemrën. Ama kështu ki mu mush me dyqane, me magazina, me zemrën bosh, gjuhën bosh, mendjen bosh, I trishtum të një jetën ki mu kanë s'ka pun. Shejtani që aty të rejtë, quvar. Ta dridh zemrën dhe ta dridh mendjen. Ka thoni Ibn Abasi radiallahu anhu, në çdo mirësi që njeriu nuk falendron Allahun, në çdo mirësi që nuk falendrohen Allahun, është si mëkat I ri. Prandaj nëse Allahu të ka dhënë të mira si vjet, ose sot, edhe ti nuk I thua Allahut elhamdulillah, ta dish që ke bën një gjëna të madh. Allahu o vëllezër, Allahu është anku wa khalilun min al-ibadi ash-shukur. Dhe është anku te njerëzit, Allahu të ka dhënë këto të mira, edhe thot robët e mi nuk mbajnë falënderim. Nuk e falenderojmë Allahun ashtu siç meriton. Hasanul Basri radiallahu anhu ka thënë, falënderimi është mbajtësi, rujtësi, sefi I të mirave të Zotit, ndërsa kufri, mos mirënjohja, mos falëndrimi është ajo çka është kanceri I mirësive tua. Hoxh, apo filani shumë zengin I madh për një moment ra, vallahi nuk u kon falënderues. Vallahi nuk ka dhënë zeqat. Vallahi s'ka ditë mi thonë Allahu tamam elhamdulillah, as me gjuhë, as me zemër, as me vepra. Allahu të ka sprovu me atë mall, se ti si ke thonë Allahut elhamdulillah. Ti se ke shtri dorën, ti si e kanë mirënjohës dhe I përullt ndaj Zotit, po e kanë më shumë ndaj sebepit. Prandaj, falënderimi është detyrim shpirtënor dhe moral, ndërsa mohimi është sjellje e dënueshme që Allahu I dënon njerëzit që nuk e falënderojnë Allahun. Disa shembuj nga njerëzit që I mohojnë të mirat e Allahut. Kur njeriu vazhdon, kur njeriu vazhdon vazhdimisht s'ka punë, ka krizë. Krizë dhe punë e përdor më shumë se istikfarin. Krizë dhe punë më shumë e përdor se sa elhamdulillahin. Prandaj kur njeriu ankohet vazhdimisht dhe nuk din se çka ka, atëherë kjo është fillimi I llojit të kufrit të mirësive të Zotit. Kur dikush përdor pasurinë, shëndetin ose diturinë për qëllime të këqija me bë zullum, Allahu ti ka dhënë të mira, ti më menaxhu për të mirë. Ti me pasurinë tonë bën zullum. Ti me diturinë tonë bën zullum. Ti me të mirat me shëndetin tonë bën zullum. S'dimi thon Allahu elhamdullah që më ka dhënë shëndet, më ka dhënë dituri, më ka dhënë pasuri dhe më ndihmu njerëzve me dituri, më ndihmu njerëzve me fuqi, më ndihmu njerëzve me fuqinë ekonomike që është bazë e zhvillimit të shoqërisë tonë. Edhe e treta, ku njeriu lavdërohet me suksesin e tij dhe nuk thotë se kjo është hadha fadlu min rabbi, kjo është dhuntia e Allahut subhanahu wa taala. Që shta largojmë nga kufri I mirësive, kufr, o vëllezër. Nuk është fjalë e vogël, kufr në nimetet e Zotit është që ne ta falënderojmë Allahun në çdo send, e vogël apo e madhe. Nëse është e vogël, shtaj falëndrimin Allahut ta shton dhe ta bën të madhe bereqetin. Nëse e mohon, Allahu ka më ta marr çat madhen, ka më ta minimizu dhe zemrën ka më ta ngushtu. E dyta, ti ndihmosh të tjerëve me atë që ke, me atë që ki mundësi. Nuk ka mundësi, nuk është patjetër me dhënë krejt. Nasimi as Abu Bekr, as Omer, as Osmana. Po banë shprehi një herë në ditën e xhuma kam I gëzu 3 student, 3 fukara, 3 akraba, kam e bani një projekt, kam e shku me një qendër ku janë njerëz të smut, kam I ndihmu.
Janë dy familje në filan lagjën kanë më ndihmu, banë shprehi, po të garantoj, nga përvoja e shumë tregtarëve musliman të nivelit lart botëror, pasha Allahun suksesi i tyre është bën nga bujaria e tyre, nga dhuntia e tyre që ato kanë dhënë me të mirat e Allahut subhanahu wa taala. E pse hoxh dhe pe përfundojmë, se pasojat janë shumë të mëdha njeriu i cili nuk e falendron Allahun me gjuhë, me zemër dhe me vepra. E para, ata që nuk e falendrojnë Allahun, shkaktar për humbjen e bereqetit dhe mallit është që kjo starti që Allahu ta humb bereqetin është nëse njeriu nuk e falendron Allahun. E dyta, mas i ta merr Allahu bereqetin, çka bëhet? Allahu të çon dënim. Allahu të jep dënim në këtë botë dhe ahiret. Dhe njerëzit që nuk janë falendërues, kush kanë qenë, e dini? A dini më thonë? Jahudit që futët, Allahu ushqim për 7 katë qilnave, Allahu mësë shumë t'i pejgamber jahudive, mileti qufran më i madh ndaj Zotit dhe ndaj mirësive të Allahut jahudit janë. Atëherë njeriu i cili nuk është falendërues e ka cilësinë e jahudive. Prandaj Allahu i ka shkatërru popujt që nuk kanë ditë mi thonë Allahut elhamdulillah. Dhe sjellja e dënimit në këtë botë me gurzi prej qiellit, me lloj dënimesh drejt për drejta nga Zoti, për shkak kufrit në mirësitë e Allahut. Është shenjë gjuha që ka s'dimi thonë Allahut elhamdulillah, zemrën e ka të smut. Ai që nuk dimi thonë edhe njeriut falinderit, ai s'din as Allahut. Prandaj njeriu është që duhet mi thonë edhe njerit edhe Allahut elhamdulillah falinderit. Edhe largimi nga falëndrimi i Allahut bën që begatia të kthehet në mallkim dhe e fundit e largon njeriu nga mirësitë dhe kënaqësitë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe për fund kanë thonë të partë, mirësia ruhet me falëndrim dhe shkatërrohet me dënim. E lutim Allahun e Madh që tregtarëve Allahut t'ia shton rrezikun halal. Prej sot ta bëjnë zemrën më shumë falëndërues, ta bëjnë me gjuhë Allahun më shumë t'i thojnë falënderit. Të bëjnë projekte, sukur projekte dhe analizat e hyrje dhe daljeve të mallit, të bëjnë një dalje, masi Allah ja ka bënë një hymje të madhe të bereqetit, të bëjnë një dalje që t'i gëzojnë njerëz që nuk i kanë mirësitë ati, t'i gëzojnë njerëz që kanë nevojë në sofrën e tij me pas ushqim, në shkollimin e tyre me pas një komoditet, në nevojat e tyre të smut me pas një shërim nga njerëz të cilët janë bujar. E lutim Allahun e Madh edhe një herë me emrat e bukur ti dhe cilësitë e tij të larta, që Allahu të na bën neve falëndërues në mirësitë e Zotit. Allahu mos na bën nga ata që nuk e falëndrojmë Allahun, po i thojmë Allahut elhamdulillah, edhe në pak, edhe në shumë vazhdimisht, se Allahu na shton të mirat në këtë botë dhe në ahiret, na ruan të mirat në këtë botë dhe në ahiret, dhe na bën të lumtur në këtë botë dhe në ahiret. Allahu na bëft falëndërues në këtë botë, Allahu na bëft prej atyre që hyn nëpërmjet derës së falëndërimit në ditën e Kiametit. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'il muslimin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.